ndërsa tani është koha për kronikën e fundit për sot, e cila na dërgon në Krusht të Madhe, atje ku Bedret Duraku menaxhon një fermë moderne të lopëve, veç kësaj ai punon edhe shumë hektar tokë, duke kthyer pasionin në bujqësi në një mënyrë jetese dhe një model suksesi për komunitetin. E ndjekim bashkë. Bedret Duraku nga Krusha e Madhe, një fermer që ka ndërtuar punën e tij mbi përkushtim dhe eksperiencë. Ai drejton një fermë të lopëve ku siguron kujdes të rregullt dhe standard të lartë prodhimi. Ndërsa njëkohësisht kultivon edhe shumë hektar tokë. Kom këtë fermë me lopë qumshtore dhe viqa për majmëri, edhe me blektëri mire me qyshmoti, prej para lufte, edhe kjo ka vazhduar, deri sot. Qysh e mban mend në shtatë kohën kur janë marrë edhe të partë e tu, dhe tash si ka evoluar ajo kohë në shtatë në këto ditë të sotme? Me sa krerë ke fillu s'pare dhe tash sa e ke numrin e tyre? Atëherë u konë blektëria ma vështirë, se nuk ka pas teknik. Ushqimi nuk u konë shumë kualitet, sikur sot që është, edhe tash është ma shumë, teknika a bënd vetën, kanë evolu gjane. Tash është shumë a mirë për me punue me blektëri, është puna ma e letë, edhe kështu që mos punol me vazhdu me punu. Krerë nuk kemi pas edhe shumë për a lufte, vaj 12 copa, e tash i kemi me viqa, e kemi numër 29 për momentin, atëherë u konë pa tjetër, se s'ki pas të ardhën atjera. Vesh nëse dikush e ka pas në gërbet në ikonë edhe, ama përgjësi, blektëria bujqësi, jenë marrë në përgjësi, jo veç na si familje, për përgjësi fshati, lopë, dele, krejtjen konë. Unë i pënoj ofër 20 hektar tokë. Në përgjithësi me drithna, grëur edhe misër. Për kulturë, jo shumë se nuk kemi fuqi punëtore, pak. Dhe me thënë 60 ari speca, 40 lakna e kemi pas, pjesa tjetër u konë grëun gati 5 hektar, pjesa tjetër u konë misër, për na kemi edhe një të mire tjetër, që tokën e kemi me ujitje edhe parcelat e grëunit mujna me shfredzu 2 herë. Mi mjallën prapë misër për silazh, për kafsh. Rendimenti në këtë pjesën Prizren, Gjakov, na kemi edhe tokën me ujitje, edhe rendiment për misër është fjalla, po edhe për grur, që kjo pjesë Prizren, Gjakov, që ka jemi, rendiment më të madhë në Kosovë nuk e dhja ka. Nëse merë misërin për kokër me bëhe, ti mund është mi marë 2-3 tona për hektar kokër. Për silazh dhere në 50 tona për hektar. Normal kuptohet me punë, duhet me ujit, me pleruet tona. Edhe për grur, dhe me thonë është kemi rendiment knaqëm, nuk është i keq, mundët më kone ala ma mirë. Dita jone varë qysh lodhemi edhe fillon, se në kodë sezonave, na bjen edhe natën me pënu, pak gjumë, ka ndodhë që edhe 24 orë pa gjumë ishë non stop, ditë e natë të pënu. Falë teknikës që kemi të mire, edhe dita zakonisht fillon mëngjes, i mjelim, jo qesëm ushqimin, edhe jo ekëm plejnë që ka i kajnë kretë proceduret, edhe më sa najna traktorin në pra ora, deri në mrami. A kujdesesh vetëm ti për këtë fermë, apo të ndihmojnë edhe familjar? Zakonisht një djali vllohët edhe motra, vinë herë njoni, varët që shëkajnë, po zakonisht jam vetë. Je vetë? Po. Sa është lodhja me punu? Pa i lodhja... Sa lypin kujdes? Kujdes lypin shumë, po pja dalim qështu, nuk po nalemi. Po, te tregove që i ke lopë qumshtore dhe me majmëri, tregove çfarë se janë edhe sa i përket këtë pjesës së qumshtet, janë çmimet e mira ndoshta kur dilni ju në treg apo si keni arrit me dalë në për treg me dëpërtu?
Racën e lopëve kemi Holstein, përgjithësi. Janë racë qumshtore. Edhe tash problem për treg qumshtit nuk është. Ose qumshtoria, ose pika grumbullu, se vjen e marrë çmimi është i mirë, nuk është i keq. Edhe treg kështu ditor ose nuk e kemi nevojshme për medalë, se vjen këtu e merr. Edhe qështu. Sa litra qumsht shkojnë? 2 herë një vallaj litra, do me thënë ka ndryshue, se jo kemi pas lopë në thorje, jo do të ushtue, apo nuk s'muj me thoni një mesatare sakt, se ka ndryshu numëri, se nuk kom unë shumë lopë njëllëse për momentin, ta shpritet më ushtue, edhe tani ta shojnë. Sa i përket në shta kështu festave, bën shitjen e tyra? Për këtë vit nuk kemi për majmëri, se na i kemi viqët që i kemi, shumica e në femna dhe i lojna për mbarshtim, për më bo lopë. Edhe mashkuj që ka janë pak edhe ata janë të vogjel, kështu që nuk kemi për shitje. Po kështu viteve të kalume keni pas? Viteve të kalume kemi pas, çmimi atëherë nuk u koni mirë, tash është çmimi shumë i mirë. 4 euro gjysë deri në 5 euro 1 kile. E bikut gjallë është fjalla. Danë në shku numri i krerëve që ti mundësh mja dalë me punu? Po na kapacitetin këtu se qërë fillimisht unë kër e kom fitu fermën, unë e kom fitu për viqa për majmëri. Edhe 4 vite me viqa kom punu, kom pas pak lopë qumshtore. Edhe tani kemi pas të lashe viqet që vishin prej jashtit, kemi pas të lashe me ngordhje tynve, se vishin viqa me infekcion, edhe kështu e kemi ndërpreje, kemi vazhdu me lopë qumshtore. Tu rrit numëri që shtu ka pak, vete kemi rrit, edhe kemi arë sot dërin këtë numër. A jetë mira subvencionet që i merrni? A keni nevoj ande pak ma shumë me... Subvencionet nuk është që jenë edhe të këqia. Jënë të mira për ata që e punojnë, jo për ata që se punojnë tokën. Edhe unë e besoj që duhet me ndryshu plan programi subvencioneve. Se tash nëse subvencionohen kilogram të grurit, pse mos më subvencionoha kilogram të misrit? Se misri është kulturë strategjike. Duhet me marrë hapa dhe kër të bojnë plan programe për subvencione, Ministria e Bujqësisë duhet me qitë njerëzin në teren. Do me thënë rajonet caktune, me njerëz të fushës më kone adekuat. Jo me marrë shambull një Bedri Duraku, po duhet me marrë shambull 10-15 fermerë në Krushit Madhe, që janë rendimentet në së cilën pjesë, që shtu me vazhdu, edhe nuk është të keqe. E tregove që është pak mungesë fuqia punëtore. Pse mendon që në ditët e sotme nuk po punohet toka, po lehet djeri, nuk po merren në bujqësi, blegtori? Të rinjtë ta shkojnë tjetër botë. Ata nuk e din gjeneratet e reja çfarë sakrifica kemi kalu për me mbet gjallë para lufte edhe mas lufte, se u konë kogja vështirë. Edhe tash fuqia punëtore është shumë mongu, po nuk dojnë me punu, thjesht është të drejtë e tynve. Une nuk i thëmë kërkujt puno sot, se është mirë, se nëse aj ja qetë matematikën në tavolinë, të najtë, thotë pëse më ki rajtë. Kështu që duhet mi gra punës, mësë më dërzu. Asë njëherë, vëllaj mu më bënë më ndi krenarë. Se une thëmë punën që e boj, është edhe shëndet edhe jetë. Une kur dalë natyrë, dhe më thëmë në ora knashna. Se na që punojna me natyrat, natyrë shumë jemi kështu. Jemi pakës më të sinqertë. Nuk e di që jo doke me tjerëve, po nuk jemi prej atynve që rrim të nditën portale edhe shoj njerëzit në për komente. Na kemi drejtimin tonë, po nëjna dhe që ka që është vesh me prodhua. Janë fitimet e mira, Bedre? Pa i fitimet, tash qërën bujqësi nëse merë me ashti lapëcin nuk është mirë. Se dalojnë parcelët, me nej parcel fiton, me nej parcel humbë, kështu që me vazhdu mos më nalë, kryesore me prodhu. A mendon që nështë a duhet më vëdisu njerëz tonë, qytetarët tonë më marë, sa ma shumë me konsumu prodhime tona atë vendora? Allaj, qytetarët e tonë, une që ditëna, që që kemi arruhe, ka që shpet, dhe me thonë se nuk është gati 3 dekada i boni lufta, veç me ka që naivitet,
me përdorë prodhime sërbe në tregun e Kosovës 80%, unë e çuditna me këtë popull. Çuditna. Qysh kemi arrit këtë standard na? Se këqyre, të na, për më na ditë halën neve, kush do qoftë që është i prekon prej luftës direkt ose indirekt. Ai për më ta ditë halën ty, ai duhet me ecë në këpucët e tua. Ai në këpucët e tona s'ka ecë. Edhe me krenari me ble mallën e Serbisë, kiber mundësi sot, sigur tregtarët, sigur populli, ti lype, tregtari ka me prua. Bjermall pi Kroacijës, bjermall qofta pi Amerikës bre. Vetëm të Serbisë jo? Vetëm të Serbisë jo. Jo se kemi, nuk ja vlen mi arrit ekonominë i vendit që na ka shkatërrua, se populli jon ka vujt shumë. Bedriu e ka kthyer bujqësinë në pasion dhe profesion, duke u bërë shembull i zhvillimit dhe qëndrueshmërisë për komunitetin e tij.